Të nderuar teleshikues, këtë edicion të emisionit Bashkimi Evropian dhe ne jemi zhvendosur nga studio dhe jemi në qendrën evropiane, në mesin e institucioneve evropiane për të marrë mesazhe direkte edhe për fondet e fundit të cilat i liroi Bashkimi Evropian 65.7 milion euro në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Pranë me e kam në këtë edicion afër Ministrin për çështje evropiane, ministri e cila drejt për drejt raporton për të gjitha reformat e bëra të realizuara nga të gjitha institucionet dhe do zhvillojmë një bisedë në lidhje me atë se çka u diskutua në kuadër të takimeve dhe mesazhet të cilat i morët ditën e sotme. Ministër, ju faleminderit që ndatë kohë që t'jeni pjesë e emisionit tim. Faleminderit për prezencën këtu dhe hapësirën që na jepni këtij informime dhe opinionit për procesin që po e zhvillojmë. Është një ministri mjaft e rëndësishme kur bëhet fjalë për agjendën reformuese, procesin e reformave, pasi që qytetarët tanë mundohemi që vazhdimisht të informojmë në këtë drejtim, që të ndajmë pjesën politike dhe hapësirën apo hapat e vazhdueshëm të reformave dhe progresit i cili bëhet në këtë drejtim. Pikërisht sot, më tregoni se në bazë të raporteve të cilat i dërguat, cilat ishin 3 pikat apo komponentat kryesore me të cilat Maqedonia e Veriut do të mburreshte në këtë drejtim dhe siç foli edhe vetë raporti i Komisionit Evropian i cili liroi këto fonde të cilat i përmenda pak më parë. Në këtë pako të pikave të cilat i kemi plotësuar në bazë të marrëveshjes që e kemi nënshkruar në vitin 2022, kemi plotësuar shumë më tepër pika se ato 3 që i kërkoni ju, por ato që kryesisht do të kisha thënë kanë të bëjnë me të ardhmen e qytetarëve tanë dhe me funksionimin më të shëndosh të shtetit janë 2 pika shumë të rëndësishme për arsimin dhe 1 pikë e cila ka të bënë me digitalizimin në shtetin tonë. Është 1 pikë e digitalizimit në shkolla, që ndërlidhet edhe digitalizimit dhe arsim, dhe e dyta është mënyra e finansimit në nivelin e shkollave fillore dhe ato shkollat e mesme. Me këtë pikë të cilën e kemi plotësuar në bazë të marrëveshjes është një ardhme më e ndritur për arsimin në vendin tonë, me që ka të bëjë me kriteriumet se si formohet buxheti për arsimin fillor dhe të mesëm, dhe natyrisht edhe për digitalizimin e cila të gjithë ne pajtohemi se është e ardhmja e çdo shteti, jo vetëm te ne, dhe kemi ngritur nivelin e vendimmarrjes e cila konsiderojmë se do të jetë më e shëndosh për krijimin e politikave të ardhme në sferën e digitalizimit në shtet. Unë do doja edhe të flasim pak edhe për institucione tjera. Si i koordinoni këto aktivitetet apo si e ndjekni edhe vetë procesin në bazë të cilës mas, të më thënë, vlerësohen ato ecurit ndoshta të institucioneve tjera në këtë drejtim? Tani mund të flasim për një fazë të cilën prej fillimit vitit e kemi ndryshuar qasjen në përmbushjen e këtyre kritereve për të ardhur deri në stadiumin ku Komisioni Evropian e pranon një ligj si të përmbushur dhe bazë kësaj përmbushje të kritereve të Komisionit Evropian, ne pas një periudhe të analizave dikun 90 ditëshe marrim lajmet pozitive për lirimin e mjeteve të cilat ju më paraprakisht i cekët. Komunikimi i vazhdueshëm, Ministria e Çështjeve Evropiane është koordinatore dhe mbikëqyrëse e gjithë procesit të cilët gjitha institucionet e ndërlidhura me një pikë të caktuar duhet t'i plotësojnë si në aspekt të ndryshimit ligjeve, adaptimit të akteve nënligjore, implementimin e tyre real, dëshmit me të cilat ne Komisionin Evropian e bindim se ky ligj i miratuar në parlament është funksional dhe garantojmë se në të ardhmen Maqedonia e Veriut nuk do të kthehet në praktikat e mëhershme, por do të vazhdoj në bazë të
respektimit të ligjeve të cilat bashkarisht me Komisionin Evropian i kemi koordinuar dhe miratuar. Kështu, Ministria e Çështjeve Evropiane ka të bëjë edhe me marrjen e detyrave, edhe me koordinimin e institucioneve, po edhe dhënien e miratimit final që ka të bëjë me largimin apo me dorëzimin e pikës së duhur në Komisionin Evropian. Domethënë ne edhe marrim detyrën edhe në fazën finale e dorëzojmë si pikë të miratuar apo pikë e cila duhet të plotëson kriteriumet e Komisionit Evropian. Detyra ndoshta kështu duket si në prapavi funksionimi jon, po është shumë e rëndësishme për shkak se ne gjithçka koordinojmë dhe miratojmë. Është proces më kompleks. Ajo ka qenë edhe arsye që në të kaluarën ndoshta në disa faza kemi ndryshuar qasjen, apo Komisioni Evropian ka ndryshuar qasjen se si Maqedonia e Veriut duhet të plotësojë kriteret për të anëtarësuar në Unionin Evropian. Dhe tani mund të them me mburje se që nga fillimi i vitit, po edhe një periudhë para asaj, veç ma kemi një qasje të re në dhënien e këtyre zgjidhjeve dhe jemi duke koordinuar mirë dhe mbar këtë proces. Edhe takimet që i kishim gjatë ditës së sotme me Komisionin Evropian dhe me grupin punues Koella, morën fjalë miradije për procesin që po e shtym, është një progres që besojmë se nuk do të ndalet, është progres gradual që rritet me rezultatet e saja. 6 mujorin e fundit që kemi raportuar deri në fund të vitit 2025, morëm këtë shumë të e cekët tash, 65.7 milion euro, janë liruar për Maqedoninë e Veriut dhe besoj që ky gjysmë vjetor i parë që do të jetë deri në fund të qershorit, unë jam optimist edhe në disa raste e them se do ta dyfishojmë suksesin në kësaj radhe dhe uroj që institucionet tona me dinamikën e punës që kanë filluar të dëshmojnë edhe më tutje, edhe brenda shtetit ton, po edhe ndërkombëtarisht se vërtet kemi kapacitete të mira dhe të shëndosha për qenë një ditë antare e plot fuqishme e Unionit Evropian. Unë doja t'ju pyes diçka, një pyetje që është parashtruar shpesh, është theksuar në mesin e qytetarëve dhe është pikërisht dilema mes asaj se kësti është huamarrje, është një borxh apo është pjesë e buxhetit për të realizuar edhe projekte tjera të cilat janë në kuadër të agjendës së reformave. Thonë kështu, këto mjete janë një pjesë, është dikun 30%, 33% është ndihmes direkte në buxhetin e shtetit, që nënkupton si dhurat për punën që është bë, dhe pjesa tjetër kthehet jo si hua, po është në bazë të kornizës investuese për Ballkanin Perëndimor. Do të thënë, shkon direkt investime në sektoret të cilat i kanë përmbushur kriteret e caktuara. Çdo hap të cilin e plotësojmë ne ka një shumë të caktuar të cilën Komisioni Evropian ka vlerësuar si të nevojshëm për ta implementuar dhe forcuar për ta miratuar ligjin dhe për ta forcuar implementimin e atij ligji në suazat e sektoreve të ndryshme. Dhe këto, nëse mund t'i konsiderojmë hua, janë hua afatgjate që popullata jona as pak nuk do t'i ndjen, nuk kemi të bëjmë me kredi klasike apo me obligime të cilat obligohemi ta implementojmë ligjin. Janë të ndërlidhura direkt me implementimin dhe praksën të cilën institucionet tona duhet në të ardhmen ta dëshmojnë se vërtet ato vlera që i kemi dorëzuar si të plotësuara dhe ligjet të cilat janë për të mirën e qytetarëve tanë do të jenë funksional në periudhën e ardhshme. Përmendet se keni përfunduar takimet që i zhvillua gjatë ditës dhe një nga institucionet të themi më të rëndësishme në kuadër të takimeve të sotme gjithashtu ishte edhe Koella, ku raportohet apo merren mesazhe të caktuara për vendet e Ballkanit Perëndimor
të cilat duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Çka konkretisht u diskutua atje? Cilat ishin ato mesazhe apo u kërkua diçka nga Maqedonia e Veriut konkretisht në këtë drejtim? Tani në Koela kishim një diskutim rreth çështjeve të hapura të vendit. Natyrisht Koela nuk është shumë e interesuar për hapat në aspektin teknik, sa obligimet politike të cilat i ka ndërmarrë shteti përsipër, si shkon procesi i miratimit të pikave të caktuara dhe deri ku dhe si në çfarë mënyre ne mendojmë se gjitha këto do të ndihmojnë në ngritjen e nivelit të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme politike në vendin tonë. Aty ka përfaqësues nga gjitha shtetet, domethënë antar nga çdo shtet antare e Unionit Evropian dhe mund të them diku në 70% apo 80% prej shteteve antare, përfaqësuesit e tyre parashtruan pyetje dhe kishim diskutim me të gjitha ata. Si përfundim mund ta them se mesazhet ishin shumë pozitive, shumë përkrahase, se Maqedonia e Veriut ka kap një tempo të mirë për të përforcuar institucionet e veta dhe për të përmirësuar edhe gjendjen faktike dhe në praks për qytetarët e vendit për të plotësuar ato kriteret e nevojshme për të qenë nesër antare plotë e Unionit Evropian. Kritika nga opozita për pjesën e kastit të ndarë të themi të pjesës tani e cila u pranua, si komentonit kritikat e tyre të adresuarat drejt për realizimin e reformave, apo si shton ata ngecjen e reformave, por se kemi marrë shumë më pak nga ajo që priteshtë? Duhet ju plus në këtë drejtim, sepse kalojmë në aspektin politik, sepse gjithashtu mbani edhe postin e zëvendës kryeministrit dhe besoj që... Për opinionin, unë nuk kisha dashur të hyj në politika ditore, mesazhet që opozita i jep se shteti ngec, në disa aspekte kemi paralel, domethënë kritika dhe mesazhe se nuk kemi ngecje, po kemi regres tash të disa çështjeve. Unë e kuptoj se opozita do të thotë diçka, por kur e huq totalisht nuk e vlerësoj se do t'i komentoj ato deklarata. Mirë po vetëm sa për ilustrim të japim një pasqyrë të qartë për opinionin, se qytetarët duhet ta vlerësojnë disi në mënyrë më plastike çka bën dhe si e bën ata dhe si e bëjmë ne tani. Në fazën e parë, kur duheshte të jepen raportet e para në Komisionin Evropian, ne nga gjitha pikat e nevojshme të cilat është dashur të plotësohen, dhe duheshte institucionet të kishin punuar paraprakisht 6 muaj për të plotësuar pikat e caktuara, ne kishim plotësuar aso kohë vetëm 2 pika. Që është periudha e tranzicionit nga një qeveri në qeverin tjetër, dhe kjo situatë faktike flet se 2 pikat e plotësuara aso kohë dhe 16 të plotësuara dhe lirimin e 65.7 milion eurove sot, dhe jemi veçma në fillim të muajit fundit kur duhet t'i dorëzojmë fazën e 4 me pikat të cilat duhet t'i plotësojmë në bazë të agjendës reformuese. Unë besoj se ne kemi jo 3 fishuar, kemi 10 fishuar suksesin në krahasim me ta, për shkak se kemi në fazën e parë kishim 2 pikat plotësuara, tani kishim në raportin e fundit 16 pikat të plotësuara dhe kësaj radhe presim diku rreth 26 pikat të kemi të plotësuara, ndoshta plus minus mund të kemi disa të cilat ndoshta në fazë të fundit duhet të precizohen më sakt kërkesat e Komisionit Evropian dhe mundësitë reale për implementimin e një ligji në shtetin tonë, për shkak se edhe kjo merr kohë, por pritshmëritë e mia janë se do të plotësojmë diku në 26 pika, të cilat financiarisht për shtetin do të jenë dyfishimi i asaj që e kemi pranuar tani.
Dhe do të arrihet shuma e cila Dhe kjo flet për kushtimin e kësaj qeverie, për përkushtimin e Ministrisë për çështje evropiane dhe gjitha institucionet tjera të cilat i koordinojmë ne për të arritur këtë sukses. Dallimi mendoj se është shumë i dukshëm dhe suksesi do të jetë i dukshëm edhe më i ndjeshëm për qytetarët në periudhën kur ligjet do të japin efektin e tyre në përditshmërinë e qytetarëve tanë. Edhe në këtë pyetje desha të ndërlidhem, mendoni se qytetarët tani më pas pritjeve reale të cilat i kemi pas përgjatë viteve të tëra, me ngecjet të cilat janë bërë, euroskepticizmit në rritje dhe tani që duket se po kthehemi përsëri po e kthejmë besimin në institucionet evropiane dhe në të ardhmen tonë evropiane, por çka do të kishit dërguar ndonjë mesazh i cili do të ishte edhe objektiv, por ndoshta edhe motivues për qytetarët tanë, do të kemi një shanse reale që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian në një të ardhme të afërt. Tani politikisht arsyeja pse kam pranu këtë detyrë është për shkak besimit fort që e kam se ne mund dhe duheshte gjatë kohët të ishim veçmar antarë e Bashkimit Evropian, e dim, opinioni i din edhe ne gjithë që jemi të kyçur në procese politike, i dim arsyet reale pse nuk arritëm të mirë, po paralelisht me zhvillimet politike që ndodhin në Ballkanin perëndimor, edhe mos plotësimi i kritereve të duhura, për shkak se sot e shohim në institucionet në çfarë shkallë janë me parapregaditjet ligjore, me implementimin e tyre, me funksionimin e sistemit shtetëror, aparatit shtetëror për qytetarët, kështu me radhë, e shohim se kërkesat kanë qenë reale të qytetarëve për integrim, mirë po sistemi vetvetiu si shtet nuk ka qenë i gatshëm të jetë bartës i proceseve dhe përgjegjësive të cilat i ka Unioni Evropian ndaj shteteve anëtare. Dhe si e këtill kemi pas edhe ngecje të gjatë, diku rreth 25 vite, dhe duke besuar thellë se ne mund të jemi dhe duhet të jemi anëtar të Unionit Evropian dhe pas asaj jam shumë optimist se jeta e çdo qytetarit do të ndryshojë për të mirë, me që të gjithë ne që komunikojmë, vizitojmë, udhtojmë në shtetet anëtare të Unionit Evropian, e shohim dallimin mes asaj që është realitet te ne dhe realiteti që është në ato shtete. Po marr parasysh janë shtete fqinja, janë shtete të cilat janë pjesë e Unionit Evropian për mbi 20 vite e më shumë. Ndjehet ajo dhe fondet të cilat e ndihmojnë zhvillimin të çdo sfere, edhe të biznesit, edhe të arsimit, edhe të digitalizimit nëpër institucione, implementimi së drejtës në ato shtete, funksionimi i administratës, në çfarë mënyre qytetari merr shërbim nga institucionet shtetërore kështu me radhë. Kështu që edhe duhet të jemi, edhe unë besoj se do të jemi antar, mirë po na mbetet neve që ende me krahë të përveshura të vazhdojmë punën tonë, ashtu siç jemi duke punuar në koordinim të vazhdueshëm me gjitha institucionet që i kemi të kyçura në agjenda reformuese dhe jo vetëm. Kjo nuk është vetëm agjenda reformuese parakusht për implementim, por në gjitha sferat, aty ku na bie detyra jonë, ne me përkushtim të plot, i plotësojmë detyrat tona. Duke marrë parasysh teknikalitetet të cilat i përmendët, se duhet t'i kalojmë ato edhe procesi reformave do t'a ndihmon të gjithë procesin për të bërë pjesë anëtare e Bashkimit Evropian, duke anashkaluar aspektin politik, përsëri do t'ju, pasi që keni përvojë të gjatë në institucionet tona vendore, sa janë të gatshme institucionet për të implementuar vetë ligjet, sepse ne ngecim edhe në jetësimin e ligjeve brenda institucionet, sa do të ndihmonte edhe digitalizimin, ndoshta edhe reformat në administrat për ta bërë më të lehtë gjithë këtë proces. Tani digitalizimi është një investim politik, të cilin shteti e shef nga dy prizma. Një është funksionalizim më i mirë dhe më i saktë i shtetit, do të thënë i institucioneve shtetërore,
po nga ana tjetër edhe lufta kundër korrupsionit. Me që marrja e informatës dhe funksionimi në shërbim të qytetarit në aspektin digital e largon kontaktin direkt mes njerëzve, të cilën gjitha shtetet e kanë konstatuar se komunikimi direkt mes njerëzve dhe mospasja e një transparence në funksionim të institucioneve e shton edhe mundësim për korrupsion dhe këtu në dy aspekte ne arrim dy qëllimet shumë të rëndësishme për qytetarët, edhe funksionalizim edhe luftë kundër korrupsionit. Pastaj përkrahjen dhe adaptimi i ligjeve për energjetikën, për transportin, për arsimin, për ekonominë, për mënyrën e përgatitjes së buxhetit shtetëror, i cili është shtylla e funksionimit të një shteti. Gjitha këto do të jenë dhe janë në të mirën e funksionimit të shtetit në shërbim të qytetarëve. Dhe besoj se kjo, siç e thash edhe më herët, shumë shpejt qytetarët do të fillojnë ta ndjejnë funksionimin e kësaj. Për shkak se buxhet më i mirë për arsimin fillor dhe të mesëm, në automatizëm do të jep rezultate dhe më të mira në arsim në nivelin fillor dhe të mesëm. Buxheti më i mirë për institucionet që japin shërbime bizneseve dhe zvoglimi i numrit të procedurave administrative për të marrë një shërbim të caktuar, të cilën ne kemi targetuar për 100 shërbimeve që japin institucionet tona drejt bizneseve, të zvoglim në 50%. Është mapuar i gjithë sistemi, janë caktuar pikat ku duhet të reduktohet procedura administrative dhe llogaritmi një kompanie e cila është dashur të kryen punë, të merr një leje importi, një leje prodhimi apo një leje të distribuimit manuali nga 7 institucione, sot mund të kryejë me 50% e saj, e cila ndoshta në të kaluarën ka zgjatë 1 muaj, 2 muaj, mund të kryejë punën për 1 javë. Llogaritni sa do të përshpejtohet vetë biznesi me zvoglimin e procedurave administrative, po edhe kostoja në automatizëm zvoglohet, me që harxhimet të cilat i kanë pas edhe në aspekt kohor, edhe në aspekt të kostove për të marrë leje të caktuara, edhe këto do të zvoglohen. Dhe e gjithë kjo është në interes të bizneseve dhe në momentin kur është në interes të biznesit, edhe qytetari paguan më pak për shërbimet që i merr pe bizneset. Në këtë drejtim do të doja të shtoja edhe pjesën e obligimeve të qytetarëve, se janë të informuar qytetarët për vetë, a mendoni se duhet të punohet pak më shumë në vetë informimin e qytetarëve në lidhje me përfitimet, por ndoshta edhe obligimet, që me një farë mënyre mos jemi vetëm gjeografikisht pjesë të Bashkimit Evropian, por ta përputhim edhe mendsinë tonë kolektive. Tani, me që edhe jam i kyçur edhe në politik, në skenën politike dhe në komunikim të vazhdueshëm me qytetar, me pronarë bizneseve, me organizatat ndryshme kështu me radhë, me nivelet ndryshme të organizimit shoqëror, pajtueshmëria e përgjithshme është se duhet të respektohet ligji. Do thonë, këtë kemi kështu pa as pak dilemë, pajtueshmëria e përgjithshme shoqërore, e tani në respektimin e ligjit ndonjëherë kemi vërejtje se a ne duhet të respektojmë apo mirë, po mesazhet e dhëna kohës fundit dhe kur qytetarët shohin se institucionet i respektojnë disa rregulla të Unionit Evropian dhe janë në të mirën e tyre, unë jam shumë optimist se qytetarët tanë janë të gatshëm për një sistem të ri, ku funksionon rregulli, ku ka rend, ku ka transparencë funksionimit të institucioneve. Mirë po, mos pajtueshmëria është në momentin kur shohin se institucioni nuk respekton rregulla. Dhe natyrisht është revoltë e qytetarëve në aspekt të pritjes, të kostove, të mungesës së transparencës, së drejtësisë, mos respektimi i ligjit nga ana e vetë institucioneve që ndodh ndonjëherë. Dhe këto lloj reagime janë negative për gjithë procesin e integrimit. Mirë po, siç e theka edhe më herët, këtë vit kemi filluar me një qasje të re, me promovim më të madh, me komunikim më të madh. Ministria e Çështjeve Evropiane organizoi muajin maj që të jetë muaji i aktiviteteve për të ndërgjegjësuar dhe informuar qytetarët
për benefitet të cilët na i mundson ky proces. Me që edhe unë si qytetari rëndom, kur kam qenë më herët, tema në integrimit evropian e kam dëgjuar 30 vite. Dhe shpesh ja kam parashtruar pyetjen vetes, a është kaq e rëndë të plotësohen kushtet për të qenë anëtare e Unionit Evropian? Ne nuk jemi shtet i lindjes largët, domethënë jemi në zemër të Europës dhe nuk mund të jemi edhe aq larg politikisht dhe në aspektin e kuptimit të institucionit sa de facto duket se jemi, për shkak se të flasësh 30 vite për një proces dhe mos të kesh lëvizje, do të thotë o nuk ka vullnet politik, o ka munguar edhe komunikimi i drejtë me institucionet evropiane. Dhe këtë ne e kemi konstatuar dhe si rezultat i gjithë kësaj, sot e kemi këtë progres. Komunikimi jonë është i vazhdueshëm, domethënë ne çdo 3 ditë, 4 ditë kemi lidhje online me Komisionin Evropian. Këto vizita tani janë për konfirmimin e asaj që kemi punuar dhe koordinimin për funksionimin në të ardhmen, varësisht pe nevojës, pe çështjes që ndoshta është e hapur, ne i mbajmë edhe takimet në nivelet të duhura, por në aspektin teknik të plotësimit të kushteve, para kushteve, çdo 3 ditë ne kemi takime online me Komisionin Evropian dhe besoj se këto dinamike as ata nuk kanë gjetë te ne, po edhe ne nuk kemi praktikuar, na është dashur pak kohë, por sot jemi në këmbë të mbarë, si themi. Ju pyeta për parësit, por do t'ju kisha pyetur edhe për disa pika ndoshta që kanë qenë më të dobta, po mund të themi se kishim 3 prioritete apo më shumë prioritete të cilat i keni raportuar, por a keni ndonjë mesazh se ku duhet të përforcohet, me siguri se keni edhe matjet e institucioneve të cilat qëndrojnë më dobët në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian? Janë disa tema të cilat janë më komplekse dhe institucionet tona në mungesë të koordinimit më të gjerë, edhe politik, edhe infrastruktural mes më shumë institucioneve, nuk kanë arrit që të thurin ligje dhe rregullat të cilat është dashur të koordinohen më gjerë. Dhe në mungesë të këtyre, vërejtjet e Komisionit Evropian dhe disa antarëve, shteteve anëtare në Unionin Evropian, kanë qenë konstant në, mund të them lirisht, në 10 vitet e fundit. Sundimi i së drejtës, lufta kundër korrupsionit, administrata përtace, ashtu emrohet, administratë komplekse, e madhe shumë, e rëndë për të funksionuar, jo efikase, e kështu me radhë. Gjitha këto, për shkak specifikës së proceseve, kanë qenë pikat e dobta ku Komisioni Evropian në vazhdimsi ka dhënë vërejtje. Dhe unë jam përsëri do ta them shumë edhe i kënaqur dhe jam optimist se në këto pika të dobta ku vërtet kompleksiteti është i madh dhe i vështirë për çdo shtet ka qenë kjo, jo vetëm për të ne, çdo shtet ka pas administratë të ngadalësuar, jo efikase e kështu me radhë, por antarësimi në Unionin Evropian dhe plotësimi i kritereve të tyre ka sjell deri në administratë të cilën qytetarët tanë të diasporës që jetojnë në vendet anëtare të Unionit Evropian sot pajtohen se atje funksionon më mirë administrata se në vendin tonë, është e vërtet, dhe jemi duke punuar për ta përmirësuar këtë çështje dhe besoj që të dy temat e ndjeshme, për shkak se veçma kriteret për plotësuar udhërrëfyesit se si do të përmirësohen këto dy tema, i kemi në fazën finale, i kemi finalizuar në aspektin e
detyre obligimeve tona si Ministri për Çështje Evropiane, janë dorëzuar në Komisionin Evropian, presim vërejtjet e fundit të tyre, dhe arsye ndoshta një prej pikave të ndjeshme për të cilat kemi ardhur në vizitë këtu në Komisionin Evropian ka qenë edhe përshpejtimi i dhënies së vërejtjeve nga ana e tyre për të finalizuar këto 2 dokumente që janë shumë të rëndësishme për të filluar bisedimet. Unë ju falenderoj shumë për intervistën e dhënë ekskluzivisht për TVM2 dhe për emisionin tim. Është një emision i dedikuar procesit reformave tani më. Shpresoj se ratën tjetër do të kemi edhe mesazhe dhe përgjigje shumë më pozitive. Me të vërtet ju falenderojmë për prezencën tuaj sot. Unë falenderit juve që erdhët me ne, që i vizituam bashkë institucionet, e pat përkushtimin ton që e kemi në këtë proces, po edhe mesazhet pozitive që ne i dhanë ata. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, këtu përmbyllim këtë bisedë, ndoqëm të gjitha informacionet e duhura në lidhje me këto edhe mesazhet e fundit nga institucionet evropiane. Takohemi javën e ardhshme. Mirëmbëngjes.